Gjykata administrative do të nisë funksionimin në datën 4 nëntor. Vendimi u mor në mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku ishte i pranishëm dhe ministri i ri i Drejtësisë Nasip Naço. Ky i fundit kërkoi që më parë të plotësoheshin të gjitha vendet vakant në gjykatën e lartë, megjithatë pranoi që puna të nisë në nëntor. Propozimi i ardhur nga ministrja, le të themi nga ish ministri i Drejtësisë, ju e tërhiqni. Nuk e tërheq që qëndroi ti propozimi, por sa kohë nuk kemi plotësuar vendet vakante, nuk ka si të fillojë funksionimi dhe nuk ka si të dekretohet data 4 nëntor që ne kemi caktuar ose në një datë tjetër. Ndërkohë presidenti Nishani, njëherësh kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kërkoi dhe shkrirjen e inspektoriatit të Ministrisë së Drejtësisë, duke lënë këtë kompetencë vetëm Këshillit. Për shmangjen e mbivendosjes së kompetencave në inspektimin gjyqësor, me qëllim që të shmanget mbivendosja në kompetencat e dy inspektoriateve, tregon se ka ardhur koha që inspektoriati i ministrisë është një strukturë që duhet shkrirë. Në masë e tillë do të respektonte edhe më tepër parimin e pavarësisë së gjyqtorit nga ekzekutivi. Me propozim të ministrit Naço, KLD ka shtyrë emërimin e 4 gjyqtarëve të gjykatës së apelit në Vlorë, ndërsa ka vendosur nisjen e inspektimeve në të gjitha gjykatat e vendit për të përcaktuar numrin e saktë të gjyqtarëve që merren me mësimdhënie, pa marrë më parë leje nga KLD.